çdo investim që se ban sot është një fitim që dikush tjetër po e marr në vendin tënd. Nëse po pret momenti ideal, ai moment mundet të ketë kalu parasysh edhe ti nuk e ke kuptuar. Ka prej atyne që rrinë mendojnë, analizojnë, e shikojnë, kur në fund e vendosin, tregu ka ecë përpara. Tregu nuk pret, ai shpërblen ata që veprojnë. Tregu i pasurive në Dubai, në Tiranë, në Zvicër, nuk është autobus që vjen çdo ditë. Është vol që nuk e ka kush rrin të menu gjatë. Plot investitor kanë lënë mundësi shumë të mira të jetës me ik vetëm sepse kanë hezitu. Gabimi s'është frika, është ideja e rreme që koha nuk ka rëndësi, por koha është kapitali yt më i vlefshëm. Vepro sot dhe futu në vol, ndërto rrit kapitalin ndërkohë që tjerët rrinë e shikojnë. Dhe mos u ban prej atyne që thojnë, sikur të kisha investu. Banu prej atyne që thojnë faleminderit o Zot që veprova kur tjerët po hezitonin.